Lirimin e llogarive bankare të vëllezërve nga Katari dhe ngrirjen e transaksionit për blerjen e tokës nga investitori tek shitësi në Zvërnec për kryeministrin Edi Rama janë lajme të mira pasi do të japin zgjidhje pretendimeve mbi pronësi në atë zonë. Kjo në këndvështrimin tim është shumë pozitive edhe për çdo që pretendon pronë në atë territor, sepse tani më çështja e origjinës pronës është një çështje që do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur dhe profesional përmes SPAK-ut dhe në të dyja rastet rezultati do të jetë një rezultat i padiskutueshëm nga pikpamja ligjore. Shpjegoi se çfarë do të ndodhë me parat pas vendimit të gjykatës së posaçme. Në rast se shitësi ka një origjinë legjitime të pronës, do marri parat, në rast se nuk e ka, natyrisht që parat do t'i mbeten Republikës Shqipërisë dhe patjetër që ato do të përdoren për cilin do që do të provojë se pretendimin mbi pronën e ka të bazuar. Edhe një herë përsëriti se projekti nuk do të ndalet, ndërsa renditi disa nga përfitime që do të ketë ekonomia shqiptare. Kjo është një luftë hibride, po nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbarojë dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë, për të rritur Shqipërinë. Kryeministri foli edhe për influencë të huaj, për të cilët thotë se po nxisin një luftë hibride. Forcat kundër Bashkimit Evropian, forcat kundër zhvillimit të vendeve që i duan nën sqetull apo që nuk i duan të forta, organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situata të kësaj natyre duke përdorur në radh të parë çështjet e ambientit. Një përgjigje e pati dhe për protestuesit, të cilët i kërkojnë dorëheqjen. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa prej tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë, sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kështu që ai film duhet ju tregoj të gjithëve që asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në thonjza ku më ka vendosur shqiptarët. Rama i krahasoi disa nga protestuesit me agimin e artë në Greqi. Bashkohen vëllezërit e agimit të artë që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit të artë në emër të Shqipërisë së shqiptarëve. Ndërsa thotë se mbetet i hapur për dialog për çdo protestues, i cili shqetësim ka mbrojtjen e mjedisit.